Mbrëm në orën 21:30 në Tetov, pjesëtarët e policisë SPB Tetov kanë privuar nga liria 3 të mitur nga Tetova, për shkak se gjatë ndërmarrjes së veprimeve zyrtare, në afërsitë e tyre është gjetur dhe konfiskuar marijuan. Ata janë ndaluar në stacionin policor, janë njoftuar prokurori publik dhe qendra për punë sociale dhe në praninë e prindërve është kryer bisedë zyrtare me ta. Pas dokumentimit të plotë të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Mbrëm në orën 22 në fshatin Forin të Gostivarit, pjesëtarët e policisë nga stacioni policor Gostivar kanë privuar nga liria personin NR, 43 vjeçar nga fshati Vrapçisht, sepse tek ai është gjetur dhe konfiskuar një pako me substancë të bardhë pluhur. Pas dokumentimit të rastit kundër tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Gjë në orën 13:10 në rrugën e Ilindenit në Tetov, pjesëtarët e policisë nga SPB Tetov kanë privuar nga liria personin FB, 34 vjeçar nga fshati Poroj, për shkak të ekzistimit të bazave të dyshimit se është i përfshirë në një vepër penale të raportuar më parë, shkaktimi rrezikut të përgjithshëm, gjithsesi me djegjen e motorëve me 4 rrota, më datë 18 tetor 2025. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit kundër tij do të vijojë kallëzim përkatës. Gjë në mëngjes në rrugën Vllezëri Gjinovski në Gostivar, pjesëtarët e policisë nga stacioni policor Gostivar kanë privuar nga liria personin AO 29 vjeçar nga fshati Vidush, komuna e Mavrovës dhe Rostushës, për shkak të ekzistimit të bazave të dyshimit se është kryer si disa veprave penale, vjedhje dhe vjedhje e rëndë, dhe se gjatë natës së kaluar ka kryer 3 vjedhje të rënda në tentativë. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe tek ai është gjetur dhe konfiskuar send me të cilët i ka kryer veprat. Pas dokumentimit të rastit kundër tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Gjë në orën 10 në SPB Tetov, RV 35 vjeçar nga Republika e Shqipërisë ka raportuar se babai i tij, IV 63 vjeçar, i cili qëndronte në vend që nga viti 2024 për të punuar, nuk është kthyer në shtëpi, po merren masa në gjetjen e personit. Gjë në orën 7:40 në rrugën Çarshia e Epërme në Tetov, gjatë kryerjes së veprimeve zyrtare, dhe punësit policor nga SPB Tetov kanë vërejtur se në automjetin Volkswagen Golf me targat Tetovës ka rënë zjarr, pas të cilës i ka bërë shenjë shoferit të braktisë automjetin. Me një aparat për shuarjen e zjarit më vonë, edhe nga një ekip i njësisë territoriale zjarfikëse Tetov është shuar zjari. Është kryer inspektim nga ekipi i inspektimit të SPB Tetov. Gjë në orën 9 në DRP Gostivar është raportuar se në rrugën rajonale të fshatit Forin Gostivar, automjeti udhëtarëve Audi me targa të Tetovës, i drejtuar nga AB 23 vjeçar, nga fshati Çegrani Gostivarit ka dalë jashtë rrugës. Në aksident shoferi ka pësuar lëndime të rënda trupore, të konstatuara në spitalin e përgjithshëm Gostivar. Është kryer inspektim nga ekipi i inspektimit të DPB Gostivar.